globale, mos harroni edhe një herë, pra është presidenti që udhëheq praktikisht të gjithë botën e lirë, botën perëndimore, dhe sigurisht Shqipëria për vendin që ka, patjetër në momentin e dur do të marrë vëmendjen e dur dhe këtë ta garantoj. Që mund të marrë shumë kohë. Kështu që jo, kohë shumë nuk do të marrë, edhe këtë ta garantoj, Edi Rama nuk ka ku lobon, Edi Rama nuk shkoi dot. As në OKB nuk shkoi dot, sepse nuk do të pritej nga presidenti Trump nëse do të shkonte, pra do të ishte i vetmi përjashtim nëse shkonte, nuk do të kishte një foto zyrtare që është protokollare dhe është formale. Po kredencialet e sotme me Shtetet Bashkuara si ka kryeministri? Kredencialet i ka të rënuara për tokë. Edi Rama njihet si drejtues narkoshteti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edi Rama njihet si një njeri që është ngushtësisht i lidhur me kartelet më të rrezikshme të drogës së Europës. Edi Rama njihet si një zyrtar që drejton qeverinë më të korruptuar në Europë, sot që flasim. Edi Rama njihet për ndikimin që po tenton të bëjë në sistemin e drejtësisë, në këtë rast në gjykatën kushtetuese, për të shpëtuar Belinda Ballukun nga vjedhja që janë kapur në flagrancë e të paktën 50 milionë eurove në tunelin e Llogaras. Edi Rama njihet si një njeri që ka minuar sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe ka minuar sigurinë kombëtare dhe jo vetëm dhe sigurinë perëndimore dhe sigurinë europiane në shtetin ton, për shkak se ka kthyer Shqipërinë në një pikë kyçe, pikë tranziti të transportit të drograve të forta, pra projekti 4 vjeçar i qeverisë së parë ishte kanabizimi i vendit, tani ka kaluar në kokainë dhe heroinë ky njeriu. Edi Rama njihet si njeriu që ka udhëtuar në Aruba dhe ka marrë kontakte me drejtues kartelesh. Po kanale zyrtare, nuk je duke folur për kanale zyrtare, po të flas informale. Jo fare informale. Po të flas me dhëna dhe mbaj përgjegjësi për këtë që po ju them. Pra, personi i cili sot drejton Shqipërinë është ky kryeministër dhe është ky politikan. Dhe ta garantoj që janë shumë herë më shumë se kaq të dhënat që administrata amerikane aktuale ka dhe informacionet që për shkak edhe të agjencive lizbatuese dhe të partnerëve, por për shkak edhe të zhvillimit teknologjik edhe të mënyrave tyre speciale, ato kanë. Nëse ne dim majën e icebergut, për shkak edhe të mundësive të limituara të aksesit në institucione zyrtare, të aksesit në informacion, ta garantoj që administrata amerikane të gjitha këto i ka. Belind, sepse ka dhe një perceptim tjetër që okej, kjo është, por edhe kjo vonesë se thua në hapjen dhe shpejtimin e atyre dosjeve lidhur me faktin se nuk shihni ende ju si alternativë. Ka ajo që tha zoti Nesho pak më parë, po që në këtë rast merr një peshë shumë të madhe, ke rezolutat. Nuk ta jep, ta garantoj këtë gjë Sonila. Nuk ta jep kush këtë rezolut, këtë lloj mbështetje, ku brenda është, po e them edhe një herë, Partia Republikane Amerikane dhe ku janë edhe konservatorët britanik, në momentin që ti nuk je partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përkundrazi, vetëm një partner aleat serioz dhe i besueshëm mundet marrë këtë mbështetje që ka marrë Partia Demokratike e Shqipërisë dhe që ka marrë në këtë rast edhe zoti Berisha dhe gjithë zyrtarët e Partisë Demokratike, sepse janë në kaun e dur, në anën e dur të historisë dhe po bëjmë betejën e dur në këtë rast. Një vonesë në kohë, lidhur me këtë. Sigurisht që kjo është, le të themi, ajo e vërtet që PD-ja ka qur atje dhe është përfshirë në rezolut, por krahas këtij rëndësimi të provuar dhe me fakte dhe me ndosje. Ju partnerëve të u keni bërë të ditur edhe një projekt se si ndryshohet kjo. Shiko, pikërisht ajo çfarë ata kërkojnë, le të themi, për Shqipërinë. Këto duhet kuptosh një gjë. Këto janë forume politike ndërkombëtare patjetër. Këto janë forume politike ndërkombëtare në të cilat edhe ne kur kemi mundësinë që të bëjmë raportin country report që quhet, me minutazhin e limituar që kemi, pra raportin mbi gjendjen e demokracisë dhe të shtetit ligjor dhe të shtetit të drejtës. Se shteti ligjor ka patë edhe në kotën verit, po s'ka qenë shteti i drejtës. Ne pasqyrojmë realitetin me cilin ndodhemi, pra kur flasim për këto forume. Pastaj, ato që ju thoni i përkasin institucioneve tjera që sigurisht ta garantoj që të gjitha pyetjet që kanë apo kanë patur në raport me qëndrimet e Partisë Demokratike janë në një linjë me interesin kombëtar të SBA-ve. Do me thënë, sot ne që po flasim në këtë studio, duhet kemi qartë, prioriteti i tyre është lufta ndaj karteleve të drogës dhe ky është prioritet kryesor i Partisë Demokratike. Denoncimi me emra, më thoni një forcë tjetër politike në vend, më thoni politikanë që nuk janë pjesë e Partisë Demokratike që kanë kurajon dhe të dalin dhe të flasin me emra siç flet Partia Demokratike. Një minutë, shkon prioritetet janë në të njëjtën linjë me prioritetet që ka sot administrata amerikane. Për sa i përket luftës ndaj karteleve të drogës, për sa i përket cënimit të sigurisë së Aleancës NATO-s, por dhe sigurisë kombëtare,
që shkakton jo vetëm kjo, por dhe penetrimi i investimeve ruse dhe kineze, për të cilat kontakte për cilat Edi Rama njihet shumë mirë, se Edi Ramën kishit para pak kohësh në një forum ndërkombëtar në Sloveninë, mos gaboj, që tha që unë s'kam qenë asnjë zyrtar i imi, tha, nuk ka qenë kurrë në Moskë. Ndërkohë brenda një ore i doli video e tij me Lavrovin, me ministrin e jashtëm rus në Moskë. Domethënë kanë qenë gjithë në radhë. Dhe ndërkohë çështjet e mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur flas në atë kontakt,